Mirë mrama dhe mirë se vini në debat për një me në fushatën zgjedhore 2025 për zgjedhje komunale. Sot kam knatësin me qenë me kandidatët për kryetar të komunës së Podujevës, ku do të diskutojmë për planet, projektet e tyre për 4 vite të ardhshme. Në Podujev e kemi dezertorin e radhës. Ai është Baki Feta, kandidat i Aleancët për Armërinë e Kosovës, i cili ka dezertu nga debat për një me. Debati i vetëm që zhvillohet sipas standardeve të fact-checkut, pra standardeve të verifikimit të fakteve. Prej kandidatëve tjerë që i kemi në sallë, synimi ynë është me marrë përgjigje konkrete se ku do të ndërtohen banesat e lagjet e reja në Podujev, si dhe në cilat zona do të zhvillohet kjo komunë. Po fillojmë debatin me kandidatët që nuk i kanë ikë debatit, pra nuk janë dezertor. Kjo është renditja e tyre sipas alfabetit. Ekrem Hyseni nga LDK, Isak Shabani nga PDK, Shpejtim Bulliqi nga Lëvizja Vetëvendosje, edhe Gjemal Hasani nga Nisma. Në fillim, ka 2 minuta platforma e secilit prej jush, filloj me ju, zotni Hyseni, platforma e LDK-s për 4 vite të ardhshme. Përshëndetje, faleminderit shumë. Programi ynë ka përbësh të zhvillimin, pra krejt në funksion të zhvillimit. Janë projekte të cilat ne i vlerësojmë se janë të domosdoshme dhe këto janë në programin tonë. Furnizimi me ujë të pijes dhe trajtimi ujrave të zeza, që kjo përbën një emergjencë me cilën duhet merremi me njëherë, sepse është problem serioz. Ngroja qendrore është një projekt i cili është i domosdoshëm. Spitali i qytetit i mohuar do të kthehet në Podujev. Zhvillimi i qendrave kryesore tradicionale si Merdare, Luzhan, Orlan dhe Kërpimen në qendra zhvillimore të cilat do t'i kenë specifikat e veta për zhvillimin e vendit dhe njëkohësisht do t'jenë satelit të zhvilluar jashtë qytetit. Plani i hollësishëm për qytetin, i cili përfshin unazën e brendshme, unazën e jashtme, plani i mobilitetit, organizimi i rrugëve, radarët statik, semaforët inteligjent dhe gjitha këto në funksion të zhvillimit. Qarshia e qytetit, e cila vërtet do të ndryshoj pamjen e sheshit dhe jemi shumë të sigurt që do të ofrojë zhvillim, dhe ndërtimi i së paku 2 shkollave në qytet të cilat i krijojnë kushtet për arsim gjithditor dhe të tjera të cilat do t'i shpalosim në pjesën tjetër të debatit. Faleminderit Isak Shabani nga PDK, platforma e juaj për 4 vite të ardhshme. Platforma ime bazohet në 5 shtylla, të cilat janë të rëndësishme edhe do t'i japim prioritet. Mbi gjitha do të jetë zhvillimi ekonomik dhe punësimi, ku do të përfshihet edhe bujqësia, arsimi dhe inovacioni, shëndetësia dhe mirëqenia sociale, infrastruktura, urbanizmi, ambienti dhe shërbimi publike, gjithashtu do t'i kushtohet një kapitull veçantë për rinin, kulturën, sportin dhe turizmin. Sa përket zhvillimit ekonomik, e kena bërë se prioritet i parë, për arsye se kur kemi zhvillim ekonomik, atëherë kemi edhe investime, edhe infrastrukturë, edhe në arsim, edhe në shëndetësi. Prioriteti i parë që do të jetë në periudhën 3 mujore, ne do të hapim një zyre, one stop shop, ku do të kenë mundësi bizniset apo investitorët me marrë të gjitha shërbimet. E jo si që ka ndodhur deri tash, si nëse ka kërkuar dikush një shërbim, dikujt i ka dhënë për 3 ditë, kurse dikujt për 19 muaj. Prandaj, zona ekonomike është e rëndësisë veçantë, por ku biznesi do të hapet, do të krijojmë një grant për subvencione, sidomos të ndërmarrësit e ri, inovativ, po edhe ato që krijojnë vende të reja pune. Gjithashtu, në 6 mujorin e parë, ne do të identifikojmë të gjitha investimet kapitale që mujnë me zhvillu me partneritetin publiko-privat.
Bujqësia është një sektor i rëndësishëm që do të përkrahet në vazhdimsi, mbi gjitha për arsye se Komuna Podujevës i ka të gjitha mundësitë për zhvillimin e bujqësisë. Sa përket investimit bujqësi, një rëndësi të veçantë do t'i jap edhe plotësim ndryshimit të rregullores për ndarjen e subvencioneve granteve, për arsye se ka pas keq përdorime, për arsye që do të kërkojmë që do të krijohen mekanizma që cilët do të mbikëqyren që zakonisht subvencionet me shku të vendi i duhur. Sa përket arsimit, arsimi dhe inovacioni, kush investon në arsim, gjithashtu ta kuptojmë që investon për tashmen dhe Faleminderit. Shpejtim Bulliqi, plani juaj për 4 vitet e ardhshme. Faleminderit. Jeta po fillojmë me fushën e arsimit, mësimit gjithëditor në gjitha shkollat e Komunës sonë, ndërtimi i kapaciteteve të objekteve shkollore gjitha ato ku është nevoja për të krijuar këto kushte, investim në arsimin profesional me ekonominë, te infrastruktura, ndërtimi i impjantit të ujëra Zeza, ndërtimi i grohtores së qytetit Podujevës, funksionalizimi i trafikut urban, mbjellja 10.000 dronjeve dekorativ, furnizimi me ujë 24 orë për gjithë qytetarët, rivitalizimi bashkë me nivelin qendror të Hekurudhës Prishtinë Podujev, te bujqësia, ndërtimi i parkut bujqësor në Sfeqel, 4 milion euro subvencione për bujqit dhe fermerët tanë, subvencionimi i blektorëve për çdo litër të prodhuar të qumshtit, mjekësia ku mjeku do të kontaktoj drejt përse drejti me pacientët online, shërbimi shtëpiak shëndetësor të avancohet edhe matutje, shërbime të reja shëndetësore në fizioterapi, logopedi, shërbime psikologjike dhe shërbime tjera sociale cilat janë nevojshme, 300.000 euro subvencione për gjithë të smurit kronik, për t'ju ndihmuar që barnat e tyre t'i përballojnë me lehtësi, te ekonomia, funksionalizimi i zonës industriale, ndërtimi i parkut teknologjik dhe mbështetja e grave ndërmarrëse në prodhim. Te kultura, ndërtimi i palestre sportive, qendra rekreative në Orlan të rivitalizohet, ndërtimi i qendre multifunksionale sportive, subvencionet do të rriten për klubet sportive, por edhe për aktivitetet tjera kulturore. Gjithsesi, në këtë aspekt, do të punojmë jashtëzakonisht shumë që sa më shpejt ta bëjmë hapjen e qendrës së kompetencës, e cila është duke u ndërtuar tashmë në parkun industrial, e cila drejt përse drejti do ta lidh shkollën me ekonominë ose shkollën me tregun e punës. Faleminderit, Gjemal Hasani, plani juaj për Podujevën. Fillimisht më lejoni t'ju falenderoj për ftesën, mundësinë dhe hapësirën. Është kënaqësi që edhe sot si zakonisht jam përballë juve në misionin më të shikuar në vend. Nisma Socialdemokrate dhe unë si kandidat i saj në zgjedhjet lokale të 12 tetorit garojmë me një plan program i cili nuk premton shumë, nuk kemi dhënë premtime bombastike, sepse filozofia ime politike dhe karakteri im personal nuk lejon, nuk pranon dhe nuk dëshiron asnjë votë që vjen si rezultat i mashtrimeve, premtimeve dhe fjalëve boshe. Por sigurisht që jemi të fokusuar në disa shtylla që do të jenë prioritet për neve, po fillojmë pra nga arsimi, sepse pa arsim nuk mund të kemi as shëndetësi, as zhvillim ekonomik, as bujqësi, as kur gjë tjetër. Kështu që prioriteti ynë i parë është arsimi. Dhe edhe këtu po e premtoj që mas pari, për një me, ka me depolitizu arsimin, sepse zakonisht në çdo parë zgjedhje ju jeni dëshmitar që nga viti 2007 është premtu depolitizimi arsimit, por fatkeqësisht asnjëherë nuk ka ndodhur me qeverisën time, por një me do ta çrënjosi, sepse është ngulitur dhe është mbjellur rënja e politizimit në bankat shkollore. Të shëndetësia, do t'i funksionalizojmë të gjitha qendrat e mjekësisë familjare që të punojnë 24 orë në shërbim të qytetarëve, sepse fatkeqësisht punojmë vetëm 12 orë, do të afrojmë shërbime cilësore, dinitoze për qytetarët e komunës së Podujevës. Te bujqësia, ne kemi vendosur që t'ja shtojmë edhe një kulturë të re, pra kultivimin e duhanit, ku do ta ndërtojmë një fabrikë të duhanit në bashkëpunim me partneritetin publiko-privat, dhe kjo sigurisht që do ta zhvillon edhe ekonominë, sepse do të hapim vende të reja për qytetarët e komunës së Podujevës dhe nuk do të kenë nevojë që të dalin të migrojnë, se mjaft një numër i madh, e dim, jemi dëshmitar që e kam braktis vendin për një jetë më të mirë, dhe është e drejtë çdo kujt elementare me kërku një jetë më të mirë, kështu që ne me qeverisjen tonë do të përpiqem që të afrojmë kushte sa më të mira që t'i parandalojmë migrimin e qytetarëve të komunës së Podujevës. Faleminderit, mundeni me marrë replikën, nëse s'ka, do të filloja te tema e parë. Podujeva i ka të hartume 2 dokumentet më të rëndësishme.
planin zhvillimor komunal edhe hartën zonale. Mbi këto plane, në Podujev kanë fillu ndërtimet e larta me shumë kate. Podu me i pyet kandidatët nëse zgjedhen kryetar sakt në cila zona kanë me leju ata me ndërtu, sa kate kanë me leju me ndërtu maksimum, apo a kanë me ndryshu këtë plan zhvillimor komunal. Këto janë temat për zhvillimin urban, se cili ka 2 minuta, po fillojmë kësaj radhe nga ana tjetër me juve Gjemal Hasani, Urna. Faleminderit Tita. Fatkeqësisht sot Podujev është shembull i kaosit. Këtu po lexoj se ndo emisione tjera nuk kam lexuar, kanë thonë s'pas ka program, kështu që këtu po e lexoj sot pak vetëm. Pa rrugë, pa kanalizime, pa gjelbrim dhe pa hapësira publike. Kështu të ndërtimet valeje, unë në momentin nëse qytetarët llapjan ma vonë besimin, unë do të rishikoj edhe një herë hartën zonale dhe asnjë vendim nuk do ta marr pa dëgjim publik me qytetarët, sepse nuk do të bëjmë dallime mes qytetarëve. Një zonë ku i konvenon dikujt na mund ndërtuë e dikon me mbet ajo zonë pa ndërtime, pa kurgjonë, nuk jam kundër ndërtimeve, dhe unë duhet që komuna jam me u zhvillu. Nëse si e kundër ndërtimeve, sa katë në qendër kemi leju? Realisht kam informacione që Podujeva më së shumti do të thotë ka mundësim për ndërtimet e larta, sepse mas pakti është e rrezikuar nga termeti. Unë kam pa që kompani ndryshme janë dalë dhe kanë prezantu 17 katë, por jo, me njeve dikun 7 deri në 8 katë. Nuk do të lejoj ma shumë, sepse munden edhe mi pengua ta banorë që janë dhe i për rreth, me ato ndërtimet e larta dhe mja byllë pamje një farë mënyre, kështu që dikun 7 deri në 8 katë. Nuk e di ku kanë marrë guximin ata njerëz, me thonë 17 katë me i reklamuën banesat e tyre, po përveç kësaj, do të me usiguru që ka raste, ndërtime që kanë fillu në Podujev, komplet parcela, është shëndru në objekt. Palon vend për hapësira gjelbruse, palon vend për parkingje, palon vend për parking, edhe për kënd të lojrave të fëmijëve. Kështu që unë ju thash edhe një herë, nëse është kësmet me ardhë me qeverisë me komunë e Podujevës, do ta marrë ta rishikoj hartën zonale. Po na intereson donatora ke që janë ndërtues të fushatës tonë. Ju thonë drejten, une jam të e bu një fushatë shumë thjesht, me pak shpenzime, as një billboard nuk e kam, as vizitkarta nuk kam, nuk qëndron as kush mrapa meje, po zoti dhe shtetarët. E asamble, kandidat për asamblea, kena një që ndërtues? Jo. Faleminderit. Shpetim Bulliqi, plani urban, sa katë ku kemi ndërtu gjatë 4 viteve tashme nëse bosh kryetar? Jeta para se të shkojmë atut, duhet t'i krymë disa punë dhe tyra shtëpisë që na takojnë. Tashmë jemi duke punuar në planin zhvillimor komunal, sepse tash është i stërvjetuar plani zhvillimor komunal. Besoj dikun para vitit 3 do ta bëjmë miratimin e tij në kuvend për t'i hapur rrugë revidimit të hartës zonale. Harta zonale e parashef koeficientin prej 3.0, koeficient më të lartë mbrana komunës së Podujevës, dhe sigurisht ky revidim do të trajtohet nga ekspertët e fushës caktuar që a ka nevojë eventualisht të rritet ky koeficient, gjithsesi duke iu nënshtruar gjitha kriteret e nevojshme sa i përket asaj që përmban harta zonale. Mirë, po vizioni politik i ju i përkate, sa mendoni me çto informata që i keni që duhet me leju maksimum Podujev? Shiqoni, ne nuk mund të flasim këtë moment për kate, për arsye se është vlera e koeficientit 3.0, varësisht nga shputa e ndërtimit, sa fillon shputa e ndërtimit, është mundësia me shku më lart ose më poshtë. Nëse zgjerohet më shumë poshtë, shkon më ulë. Po veç ju thoni që me asambleista keni me çu dorën për një plan. Është koeficienti i cili është miratu, është harta zonale në Podujev, e cila i ka të planifikuara të gjitha dhe konform saj punohet. Aty mundesh edhe në 30 kat me dash me hartë zonale edhe me koeficient mundesh edhe dhe në 30 katë me shu, për që ata po du me ditë maksimumin? Për që ata thashune, varësisht prej pozicionit dhe investitorit që investon shputa e banimit, sa është sipërfaqja e shputës banimit, aq mund t'jetë larësia ose mund t'jetë gjerësia e shputës banimit. Mirë, veçëm vlerësimin tënë, a duhet mu rritë koeficienti 3.0, as duhet mu rritë? Studimet cilat i kemi kry në mandatin e kalur, kur kemi bo miratimin e hartës zonale, kanë thonë që koeficienti 3.0 është e mjaftueshme për numrin aktual të popullatës në Podujev. Nëse vlerësojmë që kemi rritjet numrit, e që po të regon statistika që jo, atëhere duket që si pas gjitha gjasave, ne duhet punojmë diçka mbonuse për të krijuar disa
tërësi cilat i nevojiten komunës, por edhe investitorve në mënyrë që faktikisht nga krejt këto ndërtime dhe komuna ata Për keti publik benefit spjegona vetit, bonuset, se shumë njerëz si kuptojnë. Sot do t'jenë shtesë që të bonuset për me mujtë me shliru Po si hapësina që poshtë. varet krejt tash ndërtusi, sa jap në dobi të komunës. Varësisht sa jap në dobi të komunës, krijohet rregulloria e cila e përcakton edhe madhësinë dhe mundësinë për të ngritur lart. Edhe a keni ndonjë kandidat për asamblet që është ndërtues, zoti Mlliqi? Jo. A Nuk ke kemi kandidat që donator është ndërtues. që e financojnë fushatën tënde që janë ndërtues? Shqo, Podujeva e kemi gjetë me një vend që të ngritur, sot i kemi me 10 ravinqe cilët punojnë në Podujev, dhe ata jonë bizneset sukseshme, bizneset cilat Atë kanë japin tregu. pare ty. Jo, nuk ka nevoj me mon pare mu, sepse ata kanë punu me kritere, kanë zbatu hartën zonali me çdo përpikri, prandaj nuk Edhe kemi nevoj fushatës për tone fushat s'janë të tone. inimu? Jo, s'ka nevoj. Mirë. Faleminderit. Ne kemi një buxhet si subjekt politik, ju e dini dhe jemi ka financomi nga niveli qendror prej subjektit ton politik. Mirë. Isak Shabani, plani juj urban për Podujev. Po si që thanë edhe parafolësit, na e dim që harta zonale është miratu, sa përket plani zhvillimor komunal, ai veç është 2025 ka përfundu, do më duhet më bëni plan zhvillimor komunal. Plani regulativ urban është shumë i rëndësishëm, se ai është më specifik, prandaj edhe kërkohet që edhe paralel me këtë planin zhvillimor komunal, me kanë edhe plani regulativ urban. Sa përket ndërtimeve, se cila shtresë, cila pjesë e qytetit do të shtihet, unë po them që duhet me kanë balancuar. Është fakt që nëse sot ndërtohen atë shumë në Podjev, edhe dikush thotë që janë 10 ravinqa, ata vinqa që janë nga privatet, do më investitorët që janë privat. Se sa janë reale ato ndërtime, a ka mundësi më kriju kaos, sikur në Fushë Kosovë, që për marrë shembull, ajo mbetet më pasë sa kemi inspektor ndërtimit, sa po menaxhohen ato ndërtime, sa kanë hapësirën e gjerë që duhet më specifiku edhe për gjelbrim, edhe për parking, edhe shtë. E nëse ju, zoti Shabani, vjen për shtet, sa katë keme leju? Kështu që unë në baza informatave arkitektëve që i ku marë, deri sot kanë shu leje 14 edhe 16 katë. Nëse normal i plotësojnë kushtet, po mbi gjitha kur bëhet një leje ndërtimi, thash që ka raste që në komunë dikush e ka marrë për 30 leje ndërtimit. Shtrohet pyetja mëse ka investitor i qeverisës aktuale. Kurse dikush s'ka mujt me marrë lejen për 19 muaj. Trashtrohet pyetja për kat, varet nëse i sigurohet se tash diçka elementare vujnë qytetarët tonë, vujnë komuna jonë, nuk kanë ujë të pishëm. Shtrohet pyetja, kur nuk ka ujë të mjaftëshëm, a do të mujnë për gjithë ato ndërtesa. Do të thonë sa kat maksimumi kemi leju? Maksimumi baza saj. Për kushtet dhe hapësirët që mundet, tash derisor është leja pej 14 dhe 16 katë, ka mundësi edhe 20, po vetëm nëse i plotëson kushtet urbanistike. Mirë, kallëzona në cilat zona 20 keme lanë, cilat zona? Tash, unë thash qëllimi ka me qenë si me konë i balancum. Nuk ka nevoj komuna që të orientuat vetëm në një pjesë, po ka me qenë mundësia gjitha ato zona ku i plotësojnë kushtet urbanistike, nuk ka me pas kufizim që të bëtë. Nëse krijohet hapësira, krijohet gjelbrimi, ka rrugë, ka kanalizim, ka ujë, ka gjitha parking, nëse ato e krijojnë kushtet, nuk duhet me kanë pengesë. A ke donator që janë ndërtues? Jo, nuk ka. Kandidat për asamble? Asesi. Jo. Faleminderit, po shkojmë tek Remyseni, plani juaj urban për 4 vite tashme. Nderuar, fillimisht Podujeva ka pas shansën edhe jemi në prag të humbjes asoj shanse që tjetë një qytet jashtëzakonisht modern me një strukturë e cila vërtet është edhe funksionale, edhe ai funksionalitet është projektu qysh në vitet 60 dhe sot po e humbë. Mungesa një planit të detajuar urban, sot ndërtimet në Podujev, jo për fajin e banorëve, jo për fajin e ndërtuesve, për fajin e institucionit komunës e cila nuk e ka planin e detajuar urban, ndërtimet bëhen në mënyrë kaotike. Po du me qenë pak më konkret. Sot i kom marrë me vete edhe planin të cilin unë si mjek ekipen time e kom konsultu dhe na del që në Podujev nga stadiumi i qytetit në drejtim të magjistrales
mungon një plan i detajuar urban e cila do të mundësonte një rrugë e cila është vazhdimësi e rrugëve tjera paralele me qytetin, sepse sheshi dhe disa rrugë të tjera të projektuara në vitet 60, sot s'kemi pas mundësi me parashiku atë pjesë, edhe sot ndërtimet disa prej tyre duhet të rigjenerim, sepse ky rigjenerim është i domosdoshëm se janë ndërtu keq. Jo ndërtimet dopta, po flas pa plan të komunës për sa i përket detajeve urbane dhe kjo është e Nëse ju vini domosdoshme. pushtet, sa katë kemi leju? Ne tani është e domosdoshme të respektohet ligji dhe sot, se pash domethënë punën e katëve, sot harta zonale e miratuar e mundson koeficientin 3.0 dhe është formula e cila e nxjerr domethënë minimumi 20 ari duhet jetë parcela për një ndërtim dhe pastaj varësisht prej sipërfaqes objektit llogaritën edhe katet. Unë mendoj që në bashkëbisedim, në dëgjim publik, me të gjithë grupet e interesit që i bie, qytetarin dhe ndërtuesin, mendoj që duhet bëhet një plan i cili është funksional, një e dyta që është domosdoshmëri, ta ndërprejmë fal. Nëse revidohet plani, a e rrit 3.0? Absolutisht do të shqyrtohet në detaje prap në 2026-ën, domethënë do ta shqyrtojmë në detaje planin pra hartën zonale dhe këtë do ta bëjmë. A ke ndërtues që e financojnë fushatën tënde? Nuk kam ndërtues që financojnë fushatën dhe nuk kam asnjë asamblejist që është në ndërtim në Podujim. Okej, replik Shpejtim Bulliqi, urna. Jeta, ne kemi një dokument strategjik që tashmë është miratuar në kuvendin komunal, ajo është harta zonale. Harta zonale është kushtetut e ndërtimit për podijimet. Ne nuk ju determinojnë investorëve se ku duhet të punojnë ata, ku duhet të investojnë, për arsye se kemi 20 ari sipërfaqe e cila ja lën të drejtën për me fillu punën. Ne e respektojmë atë hartë zonale strekt, deri tash nuk kemi ndërtimet 16 kaqe në Podijev, ndoshta mund të keni informata të gabura, por sidoqoftë, ndoshta në tarmen ka mushtri nevoja për me i quë edhe 16, sepse e thashë edhe njëre. Faleminderit, koha. Ekrem? Institucioni duhet ta tregoj forcën në hartimin e planeve strategjike afatmesme dhe afatgjata dhe kjo s'ka ndodhur me plan detajuar urban. Ajo që ka bërë institucioni ka qenë më krenu me gjitha ta krona për cilët kujton se i ka vendosur vetë, ndoshta ka në i hise, por hisja kryesore ka qenë 200 ditë vonesën leje të ndërtimit. A muj me ditë qenë që ato për plane strategjike afatmesme afatgjata veç me ausharu qytetarëve, mundësisht. 5 vjet jemi pushtet. A shomi çka janë? 5 vjet në pushtet dhe si jemi bo pyetje, je për mu përgjigj për diçka që se ke bo këtu 5 vjet dhe bën mirë. Qytetarëve është lutem. Le ta përfundon Shpejtim, e ki kohën tënde, do me thonë 30 sekonda. Urna. Plani detajuar urban i kontraktuar nga i kompani ndërkombëtare, e cila e vendos qytetin ashtu siç duhet, e cila për minimumi 50 vjet e ruan strukturën dhe orienton ndërtimet dhe nikosisht orienton bizneset duke shfrytzuar hapësirën ekzistuese për shkolla, parqe, rekreacion dhe gjitha infrastrukturën e nevojshme. Ky është plani që të se ke ditë çka është dhe çka duhet me bë. Ndërkohë, ju kërkoj falje vetëm një sekond, është tepër me rëndësi me ECEK që nuk je këtu për pyetje, po je për përgjigje se për 5 vjet orientimi ka qenë deri në 200 ditë vonesë për leje ndërtimore të caktuar. Orientimi edhe është mirë, më i tregu qytetarëve kush e determinon planin zhvillimor detaj urbanistik. Kush është ai që detajon, që i hap rrugë procesi, si s'pedi. Më kallëzu qytetarëve. E di që se din se ka punë tjera, po disa i din mirë. Më kallëzu qytetarëve, kush e determinon? Disa dihen shumë mirë. Kush e determinon? Ta din qytetarë, sepse ata kanë hamendje pastaj. Po du me dalë të tema e radhës. E kërkuat replikën dikush? Falë, Isak, e kërkova replikën? Se po është dorën, kërkoj falje, urna. Deshta shumë shkurt, sa përket hartës zonale, është fakt që është një gjë e mirë që u bë, sidomos për zhvillimin edhe kur e shohim që ku do të ketë investime, por një diçka që ku vrejt veç kanë fillu disa ndryshime më bën hartën zonale, si nuk janë planifikuar, nuk ka qenë përkryem, ka raste që nuk janë planifikuar qerdhet e shkollat e kutadione, kështu që kanë filluar më kthyen në më marr vendimet ku vendin komunal për me mujt MOB. Prandaj unë thash edhe në fillim përveç planit zhvillimor komunal që i ka kaluar faktikisht këtë vit, ai duhet me u realizu edhe plani regulativ. Ja mundson shumë që me kon specifik.
Edhe njëherë për qytetarët tonë, kemi filluar punën e planit zhvillimor komunal. Plani zhvillimor komunal do të hartohet deri ka fundi i këtij viti dhe do ta revidojmë hartën zonale. Konform nevojave, kërkesave të qytetarëve tonë, do të pasojnë veprimet konkrete në të ardhmen. Ekrem? Janë 3 plane që rregullojnë zhvillimin e qytetit. Nuk është qendra e qytetit gjithçka. Domethënë duhet hapet qyteti, është plani zhvillimor komunal, plani zhvillimor urban dhe plani detajuar urban dhe ky mungon. Dhe kjo, kur flitet për plan të detajum, do thot orientimi i qytetit dhe hapja e tij konform një zhvillimi të planifikuar të cilën për 100 vitet e ardhshme nuk dëmtohet, sepse sot disa projekteve që kanë dëmtuar dhe këto po të kisha pas është pak më tepër ku sot i kisha sqaruar. E mundesh me marr prap replikën një herë Bulliçi ko. Hajde. Dëgjoni. E para duhet me i kuptu konceptet. Cili koncept dokument, i hap rrugë koncept dokumenti tjetër. Jemi në rrugë të mirë, vazhdojmë me punë të mira, investitorët janë të kënaqur, janë ka investojnë, i kemi 12-13 vinqa sot që të punojnë po djevë, e se kemi gjetë një, edhe ato me 100 probleme me cilat ka funksionu, prandaj mirë kuptimi kushtet e volishme dhe besimit që kanë kriju në institucione lokale, investitorë është kthym po djevë dhe po punon. Kjo është e rëndësishme. Besimi në institucion vjen me leje selektive deri vonesë në 200 ditë të cilën e thot auditori, dhe që tregon që ka dyshime serioze për këtë shpërndarje, ndonë ka hajni. Ky është interpretimi i këtij verzioni të raportit auditorit dhe vinë se kompanitë kanë interes dhe shumë mirë bojnë dhe njerëzit kanë interes me i ble. Dhe më thonë, nuk është merit e askujt, as më pak këtij njeriu që në mënyrë selektive i ka trajtu kompanitë të ndërtimit, por merit e biznesit privat që kanë plane për zhvillimin e kompanive të ne. Qytetarët Llapjan jenë detyruar me shku me ble banesa në Fushë Kosovë, madje edhe në Lipjan për shkak se kanë ngulfat ndërtimin, se kanë lëshu. Arsye pse nuk e di, ata e dinë më mirë. Kemi kriju klimë mirëbesimi, janë kthyer po djevë, po investojnë, po punojmë, vazhdojmë me punë të mira sepse ka shumë projekte dhe punë të mira për cilat besojnë shumë të rëndësishme në këtë moment me diskutu për Llapin dhe Gollakun. Gjemal. Faleminderit tjeta. E mori shembull kryetari Fushë Kosovën. Po asnjëherë nuk isha dëshiruar që komunën time me pa sikur Fushë Kosovën. Fushë Kosova është një shembull shumë i keq i ndërtimeve dhe nuk isha dashur asnjëherë me pa komunën e Podojevës dhe qytetarët e mi tu ngja Fushë Kosovës me ato ndërtime që janë zhvilluar atje dhe që kanë ngulfat qytetin e Fushë Kosovës. Isak. Sa përket kësaj që po thotë janë ngulfat ndërtimet, shtrohet pyetja pse janë ngulfat. Kur e dinë si kanë qeverisë për 26 vite, edhe vetë kandidati që parafols e dim që ka qenë pjesë asaj partije për 15 vite. Po shtrohet pyetja. E kremi përmeni që dikon për auditori, e ka konstatu. E dim që auditori kur merr analiza e merr disa mostra, po kur e kompon vepaqe drejtërisë urbanizmit, që dikush ka prit me marr një leje ndërtimit 19 muaj, kjo dije se aty s'ka pas barazi, s'ka pas ekspeditivitet, prandaj këtu dyshimet janë. Jeta, ndërtuesit e din këtë çështje më mirë. Nëse një ndërtues kërkon kushte ndërtimore dhe i kthehet thotë duhet me plotësu këtë dokument. Nëse ndërtuesi, investitori e vandon dokumentin 2 muaj ditë se bjen, se plotëson dokumentin, nuk ka faj i komunës aja. Prandaj janë disa stërgjatje të lejeve ndërtimore, por janë punë të cilat duhet plotësohen sepse ka kritere. Nuk mundet shkele shko me hallën dorë leje ndërtimore, se ka kritere procesi. Isak. Afatet ligjore janë përcaktuar. Nuk mundet çdo herë me thonë bëret që dokument. Ai ka afatin ligjor që ai mundet me plotësua dhe me plotësu kriteret. Nëse si plotëson, trajtohet e merr negativ përgjigjen. Edhe në moment mundet me riapliku në çat moment që i plotësohet. E jo me prit 19 muaj. S'ku mujt me besu që dikush pret 19 muaj me marr një përgjigje. Shpejtim. Jo 19, po bëha kjo 3 vjet pret, sepse vorta i plotëson dokumentat ato jo, se komuna nuk ja plotëson dokumentat, investitori plotëson dokumentat. Prandaj, edhe mund të ketë në rastin. Nuk mundet komuna shpejtim? Qysh? Me refuzu. Mundet po. Jo, dëgjom, në momentin që e bën kërkesën,
Shifet që ka bazë ligjore për mes tutje. I lypet dokumentacioni, një dokument, dy dokumenta, varësisht çfarë është nevoja për me plotësu kriteret, prandaj çdo dokumenta nga një herë lypin periudhë kohore më të gjatë për me mujt me siguru. Prandaj këtu janë të lashet, nuk ka asnjë komunë mundësi që mbrëmje 30 ditë është ta kryjnë ato, vetëm qoftë janë të gjitha të gatshme dokumentat dhe gjuhën për një herë. Kur ke nevojë me mshef diçka normalisht 2 më tepër kohë. Shumë pak kohë mbyen. Raporti auditorit nuk e auditon kompanitë po komunën. Dhe nuk tregon që janë vonu kompanitë po komuna. Dhe këtë më këm 200 ditë vonesë në mënyrë selektive. 1. E dyta, shpejt. Cili është hapi që është gati të hub? Rruga Skënderbeu, rruga Zahir Pajaziti, rruga Ali Ajeti. Të gjitha këto rrugë janë pothuajse paralele dhe lidhja këtyre rrugëve mes veti, e cila do ta bënte Podujevën vërtet një qytet që do të zhvillohej për 100 vitet e ardhshme, nuk ka ndodhur dhe kjo do të ndodhte kështu. Koha, pritë krem, e vazhdon mas nej, shpejtim. Rruga Zahir Pajaziti, rruga Skënderbeu, janë paralele, rruga për Çajkos Ali Ajeti, s'ka paraleli se është këtë krah tjetër që vazhdon drejtim Batllavës, por duhet me pas një orientim gjeografik dhe me di qysh funksionon qyteti Podujevës. Po, kur ta desh ashtu atëherë mundesh me folë dhe me dhënë përgjigje për problemet të cilat ballafaqohen qytetarët e Podujevës, fatkeqësisht. Por ja që mirë është respekt që e para kanë marrë kurajën me hiksa gare, e dyta pretendojnë, mirë që pretendojnë, po vazhdojmë me këto punë të mira të cilat i kemi si. Nuk besoj që do të me qenë geografa, që ma pak geografi do për me ditat pjesë, menoj që do të me qenë një plan i detajum nga ekspert të cilët nuk orientohen nga grupet e interesit, për nga interesit qytetar. Domthonjë, ky do të jetë mësimi që do të bëhet. Pjesa tjetër, nuk më tregon mua kurse si janë rrugë, sepse ne i dim, ideja është që po flasim për mundësinë e humbur, e cila pothuajse është momenti i fundit që të bëhet diçka. Xhemal. Po, një replikë për kryetarin, është hera e dytë që në farë mënyrë po e vlerëson atë ambicien tonë. Në një farë mënyrë të kudosh me shku me vetoa me kandidua jo, po nuk mundet me shpoll kërkush pronësi mbi komunën e Podujevës. Bile ti e kryetar, je kon edhe profesor, duhet me pak me pas ma shumë, jo me në çmu një farë mënyrë i çmoj ambicet e juaja. Kem ambicie është normale edhe konkurenca është e mirë. Une ju ndihmoj të gjithëve që kanë qëllime të mira, sepse kam punuar për këto 5 vite me transparencë dhe të gjithë i kom kontaktuar ata që kanë pas vullnetin e dëshirën për çdo gjë. Madje kemi pas një asamble komunale që çdo vendim që është marrë me shumicë votash, në cilën jemi kon 3 subjekte politike, edhe një i cili tashmë s'është njëtë dhe ka qenë faktikisht i katërt që ka përfaqësuar dikon, prandaj kryen veti s'është punu, çdo gjë që është punuar është me rregullativë ligjore, vazhdojmë me rregullativa ligjore me punu, vazhdojmë në interes qytetarëve. Deshta më u lidh me ata, ka befasu një ditë kur e kum pa në Facebook një ndërtues thot në rekord e ku mor lihen. Edhe thash a është e mundshme që çka rekord, apo më interesojke. Kur e pyeta njerëzit ato çka është e mundshme, tha, jo, ky përpara e ka shënuar që për 3 ditë e ku mor lihen. Po si duket i ka po që është procedura ligjore su kon mujt, s'është e mundshme me marr për 3 ditë, e ka rrjedhë veç e ka bë me afate rekorde. Kjo nuk kupton që ato ka pas dikush ka marr për 3 ditë e dikush për 19 muaj. Qeta, do i ftoja, këndo një holmtus të pavarun, le del le ta këshyrë që të qeshtë, nëse del që e marr lehet për 3 ditë në Podujevë, atëherë unë s'rri ato se s'kam nevojë me najt ato. Por, një çështje duhet të kem parasysh. Këta e kanë pshel për 20 e kusur vjetë. Ne kemi hapë rrugë investimit privat, se investitori dhe biznesi privat është jeta e zhvillimit. Prandaj ne kemi bo këtë punë, po bashkëpunojmë gusht me ta, kemi mirë kuptim, edhe hartimi hartë zonale kur bo, ne i farforme kemi pas përfaqësues tyre, i kemi dëgjue, i kemi pa kërkesat e tyre dhe vazhdojmë tutje. Mbetëm nga ajo s'ka nevojë me shku kërkon, veç hini ve faqe të drejtoria e urbanizmit. Keni me i pas ku një 10 kompani ai kanë marrë për 5-6 ditë, 7 ditë dhe ditë. Kurse kjo për 3 ditë është vitin 2025. Po për ndryshe mund verifikojnë këto se keni ve faqe jo që pe them se them sa për ta thënë. Jeta, unë e di që njënë nuk kanë shtjellë dhe mu investitor ati që këmë një të folë për jashtë, po do qëndrojnë këto gjona. Qëndrojnë jeta. Ekran? Nuk ka vendosur Asambleja Komunale se i ka, domethënë, kompetencat e ndame, Asambleja Komunale nuk jep tender.
Asambleja Komunale nuk përcakton projekte, Asambleja Komunale nuk favorizon kompani, s'merret Asambleja me këtë pjesë, dihet kush merret, por ajo se deshte me thonë sa drejtor ka nikë edhe kush ka qenë në pushtet, nëse LDK ka qenë në pushtet 20 vjet, ky njeri ka qenë në pushtet 23 vjet. Nga viti 99 deri në vitin 2005, 2017, 2020 s'ka qenë. Ky është 23 vjeçari, me i thonë 20 vjet ja hub 3 vjet, nuk bën, me ja hub 23 vjet. Këtu jeta që ndonaj dallimi jam me këto, që unë kam përvoj, kësë bervesh këto sene, mu vje shumë keq, mirë është që ka apetitet për atë punë, dëgjëm, mirë është që ka apetitet, i respektojmë ato, në regull, po ne nuk jemi bloku të investimit privat, letë punojnë, këta e kam blokue, pse e kam blokue, duhet me tregue, unë se kam blokue ato, u i kom thirë, jo mullë, kom diskutu dhe këmë qa po dëni me një mu veç këta në hajde investojnë në lapë, dhe sot falimderi shumë, janë 2-13 që po investojnë, janë shumë knaqëm, po i trajtoj mirë, edhe po kaloj mirë me ta. Sa kompanija në të punu po dyjev, edhe si është qasja me ta dhe ta bëni analizë budgetit me sa kompanija ka menagju budgetin, me përqindje. Për 4 vjetë dhe flasim masanej kush është blokus. E tjetra, për ambicie s'ki, nuk s'kem nevoj, se kem këshilltar tjerë. Nuk s'hënë në grupin e këshilltarëve, se edhe ashtu konsiderohesh profesionalisht i dobët, kështu që nuk je pjesë e këshillave. Kisha urdhna? Jeta, mbi 200 milion euro investime për 5 vjetë në Podujevë, në Lapë dhe në Gollak, janë projekte cilat duke filluar nga Luzhani, që futen kufirin administrativ të Podujeves, nalmin Luzhan të ambulon të ere, rruga magistrale Prishtin Podujev, shkojmë Glavnik Qerdhje e re, palestra e re që pritet filloj këto dit, shkojmë Matuti ambulon të ere, Pishina Gjysmë Olimpike, urgjenca e qytetit Podujevës, stacioni autobusve, tregu i Gjelbert, qendra multifunksionale, koha, 10 shkolla. Faleminderit, Isak. Në diçka që në çdo debat për përsërit investime 250 milion. Kjo është një absurditet që s'mundet kërkush me kuptu. Për disa flet për ajrë, flet për investimet në pend atje në pallat që pritet 58 milion mas disa vite. Flet për kolektorin 35 milion. Kjo është absurditet. Pse pe them këtë? Unë pe kërkoj veç një përgjigje. A ka mundësi 20 milion? Jo 250, por 20 milion që datë mandatit këtij për projektet madhore që po flet, që janë të kryme, jo që janë proces. Po det mi qetë 20 milion që janë të kryme, atëherë unë me njerë po thamë mirë të kanë në rrugë barë. Jeta, që kjo është një letër ku janë të numërura projektet për këto 5 vite në Lapë, janë 2 faqe formati A4. Si cili projekt është me vlerë investive për kace, nëse duhet, sa për opinionin publik, mund të japë se e kom po kopje shtes. Mirë, ajo në kry, a... 20 milion që i në kryja, a bërë me thonë, vesh 20 milion që i në kryja. Shtë në një projekt që e ka një shpetin bulli që me emër të lojt këmë mbarue, sepse nuk jam hajgare i gji. E so i ki hargju, so janë investu dhejqtash? Dhe do të vazhdoj me punue me seriositetin matë malë për qytetarët e mi. E po atë pytin, so janë hargju dhejqtash, janë investu dhejqtash? Jo ato so do të investohen. Apo i numërën ti me... So janë kontraktu, që ma precis. So janë kontraktu. Janë me 10 kilometra asfalt që tash më janë shtruar gjithande lakët. Miliona për këtema? Pa i s'po di sa miliona, se s'pekthejnë miliona ato s'pedi sa. Po e qitë vetë 200 milion. 380 kilometra në ndryshim publik. Dijet sa kushtonaj. Urgjenca qytetit 1.7 milion. Stacioni autobusve. Me shifra edhe me kohën. Jeta stacioni autobusve. 2 milion euro. Nuk kalon. Tregu i qytetit i Gjelbertit 1.5 milion euro. Okej, veç nuk po i mrin 200-shin shpetim. Kreqa po tu 200-shin. Po jetë. Unë i kam listë të listume që dush merët i që të Mirë, paravetit. e marim. Mirë, Ekrem. Shqyrli. Edhe vetë vetën këta mashtrojnë, kjo ka fillu me besu. Ka përfundu stacioni autobusve, i planifikum keq, pa trafik urban dhe pa trafik të organizum dhe urban, jashtë qytetit. Kjo është projekti i përfundum. Emergjenca e qytetit, objekt perfekt, kjo s'ka prej ka ty se asaj, s'kështë dalë mirë, donacion. Rruga Skënderbeu. Prej kuj donacion? Prej qeveris Katarit. Dëmën, donacion edhe ato logarit. Dëmën, emergjenca, të lutë në vesh një sekundë. Stacioni autobusve, rruga Skënderbeu e kry me cop-cop, rruga
Xhemal Mustafa e kryme me shumë defekte, ka Faleminderit. çka. Shpejtim. Nuk bëhen 20 Koha milion. jote u kry. Nuk bëhen Urdhna 20 shpejtim. Nëse një projekt japen donacion për një shteti fqin Katari 1,1 milion euro dhe Komuna e Podijës merr pjesë me 600.000 euro dhe në total bojnë 1,7 milion euro, çka mi thonë kësoj, që ka emrin s'po di? A keni farë terminologjie tjetër? A është projekt, a s'është projekt? Bashkëfinancim i thonë. Bashkëfinancim. Bashkëfinancim. Po çakoren si po këta pse s'kan bashkëfinancu, kush i kanë ol? Këta si kanë prind zyre heq. Unë e kam kriju raporte, kam kriju marrëdhënie me ta. I kam afruar nga veti për interes qytetarët mi. Prandaj vazhdoj me punu me ta sepse po më ndihmojnë, po i ndihmojnë popullit tem, qytetarët mi. Xhemal. Përmendi kryetari 380 kilometra ndriçim. Nuk e mohoj këto se është vendos ndriçimi. Po shtrohet pyetja, ku është vendosur ai ndriçim? Në mënyrë selektive, po kryetar. Lagjen time, mas parim fshatin Gordos nuk ka ndriçim. Në Batllov është vendosur në mënyrë selektive te militantët e vetvendosjes, drejtori për shërbime. Na ashta nuk i ndjoni, nuk po muj me të akuzu juve, po shumë e vërtet, na për cilën dhe ashta shtetar, lagja malogve, lagja musollve, nuk ka ndriçim, nërsa lagja tjetër që janë votuesit atu ku pretendojnë se i kanë votuesit tyre, është vendosur ndriçimi. Po në bindun që veç me fakte dhe asë një herë nuk thom diçka që nuk është e vërtet. Shpejtim, pse kështu? Jeta, a e lom qytetarë mas mirë të ta vlerësojnë, a është mirë, as është mirë. Mas mirë të ta vlerësojnë punën tonë, angazhimin tonë, i kanë vlerësu dhe Apo këta, të ditë pse do te i kanë pru logja ma shumë, do Gjemalis ma pak. keni shti rrymë? Që Pse qa? kallëzon pse te Unë po të kallëzoj që shtëpia e tij në ndrita është. Jo drita, po shpia, po jo ma Jashtë, hapë. jashtë, ndriçimi publik. Po thuj se komplet fshati i tij na është ndrit. Jo, kryetar. Kjo është skajt rrugës Batllov, Luzhan Batllov, Orlan. Jo, nuk Dhe ka skajt rrugës, jo. Mes fshatit janë. Jo, mes fshatit, po. Kajt fshati Gërdos gati është ndryshim publik. Na është një rrugicë vogël mund të jetë. Nuk është, janë 17 shtëpi aty. Për zotin që a di ku ka shtëpi 17 po. shtëpi janë aty. A pse që a Mirë. sinqerisht Isak, Besë dishmin to. faleminderit. Po më lan tërë. Isak, Këtu po flitet që me të vërtetë të vlerësojnë qytetarët, edhe unë po them dhe ta vlerësojnë. E di që këta kandidat kanë qenë disa herë për kandidat për kryetar komune, unë për herë të parë sa i përket këta miliona unë kërkova veç 20 milion, nuk mujti me përmend përveç qendrës emergjente edhe stacionit autobusave i cili është si kiosk, për ndryshe sa përket ato asfaltit, ndriçimit, ajo nuk ka mas, nuk foli për miliona, por një diçka po them, e ka formuar për shembull dhe ka morë projektin për qendrën emergjente që nuk ka specialist emergjencës, nuk mundet me konë shërbimin 24 orë, kurse qendra kryesore e mjekësisë familjare nuk ka qasje për personat me aftësi kufizume, ka laborator në katin e dytë që nuk kanë qasje, kush këtë flet për miliona Faleminderit. që faktikisht si përmeni asë një Shpejtim. për dy projekteve. Unë vetëm një pyetje kam. A ka Podujeva qendër emergjente? Kjo është pyetja jam. a i tha ka ekspert emergjencës dhe qasje e përmeni. Adreson A ka Podujeva qendër emergjente? Isak, E marrë një shembull, nëse dikush dërë me e qenë një kompani taksistave, i blen taksit, por nuk ka shofera. Edhe kë ka bon ndërtesën, por nuk ka staf mjekësor adekuat profesional që mundet me konë shërbimin 24 orë. E po thamë, këtu mirë se të nderat, projektet jenë shumë të arsyeshme se neve për na duken mira kur e shën ndërtesën. Po kur e shën si personi me aftësi kufizume, nuk ka qasje në laborator, në katin e dytë. Po më do këtë absurditet kur investon miliona kurse qasja elementare nuk është për personat me aftësi kufizume. Për kandidatet e mi, ju bëjmë dije që Podujeva ka urgjencë. Jo qendër emergjente, ka urgjencë në nivel lokal, e cila i plotëson krejt kriteret, sepse ka mjek shtëpia familjar, cilë të kryjnë punën e tyre, e ka një mjek domethënë të emergjenca, që është udhëheq i kësaj urgjence, dhe kësaj po e su mirë, dje kum hap 15 shërbime, një kum hap ma vonë, specialistike në Podujevë, kemi bo kushte fenomenal për qytetarët tanë, vazhdoj me kësi punë të mira, se jënë ka i mirë presin qytetarët tanë. Gjatë zgjedhjeve i hape 15 shërbime, s'bëj ke 15 para shërbime i zgjedhjeve? kam hap dje, e kemi prej shëritin Gjatë zyrtar, zgjedhjeve? kanë filluar, po në zgjedhje që lunë jeta, se u kry puna, u kry puna. Vesh po ves, Ekrem. Unë kam shumë me thonë se realisht mu diskriminu disa herë diskutimi, edhe du me thonë një diçka. Në kohë, që t'jem korrekt. Nuk je diskriminu. Po pa u shpenzu debati për një çështje, kur akuzohet dikush gjithmonë kam i dhënë Unë fjalën për ai që këtë akuzohet. bashkë kjo ishte tema që deshta me diskutu. Veç aty ku s'ka projekt, që aty ka dalë mirë. Edhe aty u mundu me e marrë me menaxhu projektin, po se kanë leju. Edhe aty kur i ka bartë mjetet, është raport auditorit që ka po shkelet rëmë. Se edhe aty, si ka bon mënyrë të rregull, po aty s'ka pas qasje. Dhe ajo bon një objekt i mirë. E dyta, kësha pas që me ditë cilat shërbime janë funksionalizu dje.
dje e nesër e pas nesri e këtë kohën qytetarët e Lapit edhe Gollakut kanë me marrë 16 shërbime specialistike në Cilat janë ato? Poliklinikën e Podujeves. Apo i lexon cilat janë? Poliklinikën që po ju tregoj, ortopedia, nefrologjia, kardiologjia abdominale, sepse unë si një fushën se s'jam mjek. Pastaj, smundjet pulmologjike, mushkrive. Është hemodializa që ka fillu një muj ma heret, për më duket, ose ma shumë se një muj. Pastaj, që kemë ginekologjike shërbimet që kanë fillu ato. Pastaj, qapa tjera, stomatologjiket, pediatriket. Do më janë profesionet cilat tash mojnë funksion 2 herë në javë. Gjë njona prej këtyre 4 shërbime kanë me ardhë me punun Podujevë, kanë me kry shërbime specialistike për njerëzit tonë, edhe vazhdojmë këtu të jemi punë të mira për Podujevën. Ky vendim për shërbime specialistike është si pasojë kamuflazhit të spitalit të cilin e kanë premtu dyshja Bulliqi Kurti dhe kanë mashtru dhe njerëzit sot vjen pas spital me ambullancë specialistike në një objekt që s'kan lënë gjë pa thonë kalume sepse ato e ka bo tjetër kush, e ka bo qeverisja e kalume që i thot, dhe sot ka qenë dedikume për diçka tjetër, më bëhet qefi ambulancës specialistike o mirë shumë, po shërbimi ambulancës specialistike jenë pjesë e vogël e shërbimeve të spitalit. A ka radiologji edhe pajisje radiologjike në shërbimet specialistike të ambulancës? Është pyetje. Pyetje shumë e vend. Unë ja u kthej përgjigjen. Shërbime radiologjike ka në urgjencën e qytetit Podujevës, 1, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare 2 dhe në poliklinikën 3. Sot qytetarët Llapjan që e kanë gjetë një shërbim, domthonë të rentgenit që ka punu deri në ora 1 ditës dhe nëse dikush e ka thyr qafën në dorën mas 1 dite, nuk ka mujt me kry këto shërbime, duhet me shku ose privat ose në Prishtinë. Sot i kemi 3 në Podujevë dhe vazhdojnë t'i marrin shërbimet dhe ato në 24 orë shërbim në urgjencën e qytetit Podujevës. Po e sfidoj. Nëse shkojmë sot në ambulancën specialistike që ka përru ky njeri dje me kryeministrin dhe e bëjmë një rentgen, unë të rriqem për i gare, po shkojmë bashkë. Pse, çka po mendon që ndodh? Se nuk është funksionalizu, sepse kanë mashtru se o fushat. Nëse sot, nga kjo studio, shkojmë në ambulancën specialistike që kanë përru dje me shumë buj, dhe bën një rentgen dikush, atëhere unë sot të rriqem për i gare. Që po e ja fjallën tem? Jeta, Pse s'mundet mu bu? Jeta. Rentgeni? une ju thëmë që... Se kanë përru për fushat, Unë ju thëmë, sepse kanë mashtru sikur se spitalin. unë Sepse Ta mashtrim... dëgjojmë përgjigjen e veç e shumë mashtrus. Kjo fotografi është e 2016 kur e kanë bo këta spitalin. Atëherë, po nuk di që ka ndodhë me ta. Na e bënëm. Mundësi tona kem poliklinikën. Mirë, Ato sa shërbime radiolog i kemë punë? Eh? Sa radiolog janë në punë? Sa radiolog? Që veç një moment lutëm, jeta të apit sak. Veç A- edhe pa një dalë te pyetje radiolog. derisa ta Një gjenë moment, shpejtim. A lutem. muj me bu rentgen me shku Jeta, nesër jeta. në Podujeva? Po në 3 vena jetë, në 3 vena. Jo një ven, po në 3 vena Mundesh me bu nesër. në 3 vena. Në 3 vena hajde bu një Jeta. rentgen. Në urgjencë qytetit, në QKM kryesore, edhe Edhe? në poliklinik në altë atje. Teknik radiolog janë 11, radiolog janë 2. Teknik radiolog janë 11, radiolog janë 2. Qysh 2 radiolog po punojnë 24 orë në 3 Ata vena? që punojnë ka 2-3 vena, ja u ka mundësu këj ministrisë shëndetësisë, i ka punu që Jeta. 11 vetë atje. A maraj koha veç pak jetë lutna. Okej, ekran? Kur Jo, të une. pol dikush në publik, do të më majtë për fjale. Tha bohen 3 vena, unë për i thëmë, në përurimin që e kam bo dje, po shkojmë bashkë sot, nëse e bën ky, ose dikush tjetër një rentgen, unë aty të rhiqem për i gare, majë për fjale. Jeta, duhet të them, Mashtrim, nuk preashtohet mundësia, sepse A, këta kanë s'preashtohet. posë për para një metodologji. Veç që në Nuk shkuar kanë preashtohet. therë një kabel të atina për me qunë privat. E nuk preashtohet mundësia që ta therën ato dhe mundet do të me qunë privat që të delë për sistemi.
Kjo është edhe mundësia. Isak, vetë edhe Isak. Ti Mund të po thu mendoj që kjo punon shumë sot, ka radiolog mjaftueshëm. Isak, a ke diçka në këtë temë se më duhet me dalë të tema Kam radhës? gjithsesi. Hajde. Spori disa orë përmeni herë 15 shërbime, herë 16 shërbime. Me të vërtetë kur thokom i afrua 16 shërbime specialistike janë shumë këndshme dhe shumë të mira. Po nëse dikush e afron shërbimin vetë një ditor apo 2 ditor, kjo nuk është në rregull. Përndryshe me ligjin për shëndetësi, po i betohem që çdo poliklinik që licencohet e ka obligim çdo shërbim minimum 5 ditë ka 4 orë. Po o fushat e ka realizu këto, sot e tjetë efektive do të shihet, po edhe dim që 2 radiolog. Nëse jenë 2 radiolog, edhe një tash u punësu para një muj dite. Do mëre ka qelë emergjencën pa radiolog edhe pa biokimist. Kështu po të me plot kompetencë. Po kjo shihet është Po du me dalë të arsimi, mas edhe një Para se me përgjigje. dalë. Shpejtim, a ki diçka, se po jemi në fund të emisionit, s'po du me met pa e diskutu arsimin. A kena i dhënë tre? Jeta. Dashta me gjithë, se mora telefonin me veti, dashta me gjithë shërbimet të gjitha cilat i kam postue, Mirë, të cilat prej i lexove. Po du, besoj- me besoj dalë që të kemi tema një radhës. kuptim. Isak, me ty po nisim, prej mesit, Vetë një diçka të vogël. Lutem. Se është mashtrim elektoral. e the. Kjo e djeshit, jo po e thënia. plotsoj. Stafi që është aty. Nëse vish një herë e ka dhezë një warmer që është aty, që po shkojmë sot, Nëse ka dhezë një qka, vish një herë e ka përdor warmer, është një pajisje që i ngro bebet. Dhe është shumë specifike. Dhe jo që ka punu me tonë të kalu, vish një herë nëse e ka dhezë, dëmon, unë marë përgjësi që këtë ideja është, që stafi është staf i pregadit, po s'ka përvojt mjaftueshme për replika punë që e janë pranu, fundit para se me shku në arsim. Dhe Urna, kjo do të thotë që shpejtim, 30 vërtet sekonda i kthej. është mashtrim elektoral. Vërtet është për qeshur kjo, çka flitet e çka thuhet këtu, nuk i gëzohet i suksesit mirë për qytetarët e vet, me thonë një fjalë të mirë sepse është humanist. Kjo është Por ja mashtrim. çka thot. Çka është- me thonë kjo dhe është nuk po mashtrim. vazhdoj më shumë, s'kam komente. Sepse- lutem. mirë. Jeta vesh një Shkojmë sekond. tutje. Tonën kom punu me pacient, të martën kom punu me pacient, sot kom punu me pacient, Po dy dhe në Prishtinë, në onkologi, dhe kjo është mashtrim, edhe privat shumicën i punoj, unë privat, 90% nuk paguajnë, më i me sjellë regjistrin, dhe e kam përknasi, po këtë pjesë kjo nuk e nje se humanizmin dhe profesionalizmin i ka pak Okej. larg, ideja është veç ka tendera dhe në i gjo tjetër që Folëm boll për është shëndetësi. pjesë e Isak, mashtrimit. so shkolla keme mujt me i pilotu për mësim gjithë ditor nëse bosh kryetar komune në 4 vitet e ardhshme, so shkolla. Po i përgjigjem pak para prakesh nëse më lejohet. Këtu të flitet që ndërtu shumë shkolla. Ju lutem shi çfarë ambienti janë në zonë si tonë, janë përshkruajnë këto shkolla në qytetin e Podjevës. Shtrohet pyetja. Prioriteti im i parë ka me qenë që me mujt me siguru kushte higjiene spori nxënësve edhe mësimdhënësve që jetojnë ato shkolla, që punojnë ato shkolla që mësimdhojnë. Edhe për këtë, thëmë, bigjeta, ai që investon, ato s'ka prioritete në arsim, se prioriteti çdo kush që investon në arsim, investon për tashmen edhe për të ardhmen. Depolitizimi i arsimit është më së nevojshëm. E dim për periudhat e kaluara që ka qenë. Duhet një depolitizim, duhet me i kodrat profesionale, si mësimdhënës, si drejtor. A keme mujt në e shkollë me shtin mësim gjithditor ajo? Spori kom i kriju kushtet, se dim, për me E bërë dim. mësim tërditor, duhet me pas kushtet, duhet me pas kodra, duhet me Pra, staf pe premton përkatës na i edhe shkollë që infrastrukturë. jenën pilot projekt Po, ajo? ka mundësi, besoj jënë vitin e Ka parë, pa i mundësi. përmisu këto kushtet shkollat So, nuk ka. dhe në fund Minimum do të mandatit, 4 insistojmë- vjet. Minimum do të insistojmë me pilot me 2 shkolla. 2 shkolla, Qytet. pyetja e njëjtë shpejtim, so shkolla keme Jeta. mujt me shti? E kom gjetë po dëjevëm në një shërë publike, po e mbyllin me 8 të reja, që po bojnë gjithsej 9. Jam rekord në Kosovë, me këtë punë të madhe që kemi po. Kam ndërtu 10 objekte shkollore për 5 vite. Disa me buxhetimin, disa me buxhet të Ministrisë së Arsimit. Do të vazhdojmë investimet në zgjerimin e kapaciteteve me anekse dhe 2 shkolla të reja. Janë dikun 10 anekse që do të zgjerohet kapaciteti. Kam filluar ndërtimin e kuzhinës qendrore për nevojat të përgatitjes së shujtjes së nxënësve për nivelin Edhe peni. dhe i fund mandatit, so shkolla mësim 10 anekse do i zgjeroj, 2 shkolla të reja do vazhdoj me bo, edhe do i krijoj kushte në vitin e dytë, jam shumë i bindun. Nuk guxoj me thonë, por në vitin e dytë fillon total në gjithë territorin e komunës Podjevës mësimi gjithditor.
edhe u kry puna. Krejt shkollat e Podujevës, Në krejt shkollat e Podujeves, une do të krijoj kushtet që në vitin e dytë mas shumë të filloj me mësimin gjellëditor. 2027 e tutje. 2027 e tutje, nxënësit llapjan kanë me pas mësim tërditor në shkollat e veta, kanë me pas shujtën e ngrohtë, edhe kanë me pas edhe një 13 qerë dhe 3 për nevojat të fëmijëve tonë. A i bjen mësim gjellëditor 8 orë në ditë? 16 kujtoj, ose 15, nuk po jemi sigurt. Mirë po, orë të plota, 8 orë në ditë, do me thonë me nejtë, prej 8-ve dhe në 4, ose prej 9-ve dhe në 5, që ashtu i vjen? Unë veç nuk do të marrë shembullin e Kest Prishtines. Gjithë shka do të bëj ma mirë se sa Prishtina. Premtim interesant, se kom një ide ishtash, e krem, sa shkolla mujnë me hi, mësim gjëditor mandatin ashëm? Ma kujtove diçka kur flet me një Amerikanë, kur thot it's interesting, i bjen që s'është e vërtet, faleminderit shumë. Ideja është kjo. Nuk bëhet arsimi kjo është vërtet të përkeqardhje një drejtor e arsimit 2 mandate me thonë këto që dëmon s'ka ide. E sa për premton ti? 2 shkolla ka me qenë pilot. Shkolla Shaban Shala dhe na im thrashin 2 shkolla me cilat ka me fillu pilotimi, po deshta më e cekë edhe në diçka. Shkolla ekonomike, deri vonë ka punu me 3 ndrime rreth 1 milion orë mësimore në humbë, e sot folet për mas një vit e gjys, 2 vitesh. Se janë humbë këto orë? Shkolla ka punu me 3 ndrime shkolla ekonomike, deri para pak kohë, dhe sot folet për arsim tërditor nivel Podujevës, 1 milion orë kanë humbë nga përfundimi i pandemisë, deri sa është kthynë edhe ato mas e kemi reagu. Dhe më thonë, një vendim është dashtë, dhe shkolla ekonomike ka punu disa vite me 3 ndrime. Kur flasim të arsimi, du me e marrë kohën time të lutë në jashtë nëse është koha ju. Deshta me thonë që mësimi tërditor nuk fillon Podujevë në të gjitha shkollat, sepse kjo i bje që s'ka asë dhe ide që është bërë. Këto ishte koha jote, mas pari i Gjemali, mas nej replikën. Edhe në fillim ju thashe nuk premtojnë shumë, por mu shumë ma me rëndësi është me depolitizuar arsimin, me ju afru siguri që atë në nëzansave, se po ndohë shpesher, po nisën me shku po këthejnë të plagosur e të therur, me ju afru siguri, me ju afru nxemje, se ka ndohë në vitin e kaluar, është dash me shkomby dru, prej batlavën shaj këtës me i marë, me ju afru nxemje, me i pajis me laborator, me kompjuter, me printer, me tabelat të menqura, sepse duhet të kemë parasysh që mungojnë resurset njerëzore, nuk kemi staf të trajnuar dhe të pregaditur për arsim gjithditor, nuk kemi deri më tani një plan të qartë, se si ka mu zhvillu arsimi gjithditor. Kështu që nëse moj për mandatin tim me i bo 2 shkolla me arsim gjithditor, sukses është për neve, po unë e kam edhe një plan tjetër, për arsimin për me nëzirë në dritë, nëse i fitoj zgjedhjet, Shpetim Bulliqin do të amroj drejtor të arsimit në Podujevë. Shumë vendim i rënë kjo. Nuk është vendim i rënë, sepse populli thot ata që e lidhin, lutem, nuk është vendim i rënë, populli thot ata që e lidhin lomshin din me zgjidh më së miri. Okej, shpejtim replikën. Jeta. Që të është pojenta, kjo është dallimi jam me këta, se këta se kanë idenë. Unë e po thëmë, vitin e dytë, filloj me mësimin gjithditor. E kam një shkollën e mesme profesionale, ekonomike, Isa Bolitini, 2.5 milion euro buxhet temin, në të ka e rësojt komunës, dhe jam duke e ndërtu. Jeta ti e din që je shumë e mirë se ardhën në të presh, gra hapën atje se kam qa me të regu për lapë. Shto që, dëgjo mu që thëmë, unë e kur thëmë, ti e din që e vazhdoj, se unë nuk kam thash e thome, edhe fjallë të kota. Kam punue, gjema një drejtor një kryetar komune që ka bu 8 qerdhe publike dhe 10 shkolla mrena një mandati, pa i llogarit projekte tjera. Urdhna Isak? Po bona në ashta bajat kur thet që ka qerdhe, që ka shkolla për meni, edhe nuk po du me i thonë më, se nuk ekzistojnë ato qerdhe, nuk ekzistojnë ato shkolla, ato janë projekte që kanë më funksionalizu në tarmen, për ndryshe kur thet, i komi formu gjithësot nëse zgabëj, i komi këju 13 qerdhe, nuk e di, në ashta e merë ka i klasë edhe bënë që ato një qerdhe dhe me ato thet që e kreva, po besoj që me këtë nuk plotësuan ato, është ka pas mundësin më dëshmu, u kam 8 vite drejtar, edhe në subjektin e kalum që ka qenë, pse si ka bo, kërkur sa ka pengu, e ka pas e ministrin e arsimit nga subjekti vetë, pra ndaj më duke të edhe këtë qerë dhe s'pë thëmë numroj, se valoj s'më në numron 8 e 10. Isak, sa pra drejtëresha i këshe bo nëse bo është kryetar? Bigjeta, po thëmë tërë sinceritetin, nëse i plëcojnë kushtet e kriteret 80%. Po, nëse se plëcojnë, minimum kohëtën komi minu 50, po nësë plëcojnë kushtet 80%. Shumë pa kohë, kom shpejtim sa drejtëresha apo i premton? Jeta
ti e din që në komune kam nën kryetaren edhe i kam dikun rreth 40% të ekzekutivit Stafit, po drejtoresha, sa Gra, kemi? drejtoresha po flas. Nën kryetaria edhe drejtoresha, 40 40%. kemi i majt. Ekrem? Edhe ndoshta do të arrijë. Du me potencu vetëm një sen, shumë mirë i marrë men sa kushton shkolla 2.5 milion, se u konë ofertuesi tjetër me 1.9 milion, ato i marrë men shumë mirë, po me trendrime që ka punu shkolla ekonomike, ato se marrë Sa men. gra drejtoresha? Absolutisht unë nuk i paragjykoj sipas gjinisë, se vlerësoj gjini njerëz zakonisht shumë, për të cilën edhe kontributin historik edhe sot edhe pjesë e Minimumi? shoqënisë, zhvillimi nuk bëhet pa 50% e gruas. Nuk patë mundësi na me prezantu programin tonë për arsim. E di, Bon vetëm replika. E shfrytëzove qatë minutë për Ishte diçka replika. tjetër, më vjen keq, 1 orë kemi për Podujev Gjemal, sa gra drejtoresha i këshe bo nëse bosh kryetar? 6. Faleminderit shumë. Kaq kemi kohë për Podujevën debat, shumë dinamik me kandidat të përgatitur me shumë replika, çështu e dojmë demokracinë në Kosovë. Kaq kemi prej Podujevës deri në komunën e Arshme, nesër në 7 prap me neve, TV Dugagjen, kallxo.com, natën e mirë për sonte.